Kam fillu më marrë me bjeshk, dikon para 4-5 viteve. Fillimisht, ju kom bashkangjitë grupeve, kryesisht grupeve të burrave, për shkak se në Kosovë, bjeshkataria është kryesisht sport që identifikohet me burrat edhe me forcën. Edhe një farë mënyre, ky lloj diskriminimi ka bo me luftu shumë ma shumë, edhe me dalë edhe ma shumë bjeshk, edhe me ftu ma shumë gra, ma shumë shoqe, edhe bashkarisht me tregu që na mundemi me bo, edhe mundemi me dalë, edhe mundemi me ecë natyrë, edhe bjeshk, edhe mundemi me bo çfarë do që ata bojnë. Bjeshka për mu, për krejt këto 4-5 vitet e fundit, ma ka mu shpirtin, ka bo pozitive, ka bo të gatshme mu përballë me sfida një, çfarë do tjetër që më ka ardhur në jetë, unë kom përballë shumë lehtë. Kur del natyrë dhe kur res në bjeshk, në natyrë, ki kohë me menu për veten, ki kohë me reflektu, ki kohë me analizu ditën, javën, mujen, edhe një mënyre krejt gjanat e parëndësishme, i danë anash, edhe gjanat cilat janë shumë të rëndësishme për ty, i palën në për fjoka. Unë qashtoj kom pa bjeshkën deri më tani. Edhe krejt kjo më ka reflektu shumë pozitiv, edhe jo pëse unë për thënë, po pëse gjatë krejt kësaj kohë, sa unë jam konë shumë aktive në natyrë, ko ma shumë emaila prej njerëzve dhe shumë komente ku njerëz më kanë thonë faleminderit për energjinë e mirë edhe për pozitivitetin që të jep në publik. Shkak se zakonisht për çfarë do aktiviteti tanë, unë përdori Facebookun ku ndaj fotografi, promovoj lokacionet ndryshme, jo vetëm Kosovë, por dhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në vende tjera. Nuk po du me thonë që bjeshka është terapi. Nuk po du me thonë që unë kom pas probleme dhe kom fillu me shku në bjeshk, se bjeshka më ka zgjidhur problemet e jetës. Po du me thonë që bjeshka është i vetë një vend ku ti ki kohë me menu për veten. Se cili prej neve jena me njetë, jena të jetu me njetë shumë dinamike ku gjithë shka e shofim edhe shka e menojmë është shumë si përpasore. Edhe asnjëherë nuk shkojmë shumë thellë të vetja me analizu dhe me reflektu kush jemi dhe çka po dojmë jetë. Ndërsa në bjeshk, ki kohë me menu, se ki me hecë 8 orë, 10 orë, 20 orë, kena hecë edhe ka 20 orë në përborë dhe me përshi, e përballë me sfida, e përballë me rreziqe, edhe në momentin që i te kalon që ato sfida dhe rreziqe, atëherë çfarë do tjetër që ty vjen jetë, ti je shumë e gatshme me te kalu edhe me përballu. Me kalimin e kohës, kom fillu më marrë me dhe me aktivitete tjera, jo vetëm me ecje në natyrë, po kom fillu me bo pak edhe ngjitje në gur ose climbing. Thuhet që ngjitja në gur ose climbingu është sporti më i afërt me fluturimin. Kur ti ngjitesh maja e gurit, çka do të sheh poshtë teje është shumë e vogël dhe shumë e parëndësishme. Edhe sfida deri te maja është kogja don efort dhe don energji. Mirë po nuk është krejt e forca fizike, që ajo çka po du me thonë unë sa do sheh. Çfarë do aktiviteti natyrë, nuk ka të bëjmë me forcën fizike, por ka të bëjmë me sa na është në vetën me bo gjana, sa na është në vetën për në arri. Kështu që shumë shpesh para çdo maje ose çdo vrapime që unë e bëj, ose çdo guri, e kam një muzikë që ndëgjoj, nëse kam momente kritike që secili prej neve i kem, e kam muzikën që ndëgjoj edhe shumë shpesh edhe na stimulojmë vetën me faktor të jashtëm muzika. Kom kalu shumë kohë, të bo dhe biciklet. Bicikleta më ka përmumu shumë me kalu kohë në për vendet cilat zakonisht na nuk i shohim, në për Katune, në për Sputa, Kosovë, Shqipëni, Malzi. Para një muje kom qenë një trip me një rrugtim në Shqipëri, në Shkodër, ku kom taku shumë njerëz të mirë, të na shkëmby, muhabete, storje tjetës bashkë. Edhe një mënyre, krejt kjo aktiviteti jemi me bicikletë më ka bo me njoft venin tem ma mirë, me njoft popullin tem ma mirë, edhe me dasht ma shumë venin dhe popullin, edhe me dasht vete një mënyre, se unë i takoj këti populli, do më thonë,
Kretë kjo t'jep dashni, t'jep pozitivitet, edhe të shtyr me vazhdu ma tutje njetë. Kjo është një fotografi e Kushtit, kur kom qenë në këtë maje, që është njëna prej majeve në Shqipëri, Gjalica, edhe rastisht ku bisedu me një shok, i kom të regu që kjo është Kushti, s'ka mujtë me besu, për shkak se po do këtë shumë bukur. Edhe më ka thonë, a është Meksiko, ose diçka tjetër, më thonë, jo, është Kushti. Kushti, po Kushti. Çdo maje, gjithë shka do këtë shumë bukur. Nëse jemi fat dhe ki kohën e mirë, atër gjithë shka do këtë shumë e bukur. Njona dhe prej eksperiencave të mija shumë të rëndësishme, mas 3 dite ecje, kom rinë majen, është maja e vajzës, ose maja qikës, që ka qenë shumë e vështirë mu arritë, mirë po me shumë energji e kemi mri. Prej për çka dhe sot ko marrë me folë është Mont Blanc, ose Mali Bar, për mu ka qenë njona prej eksperiencave ma të rëndësishme njetë, ma të rëndësishme për faktin që është bjesh shumë e vështirë me u bo. Gjatë vitit, vdesin deri në 100 njerëz për shkak të aksidenteve që bohen në këtë bjesh, për shkak të vështirësive që i ka. Ka qenë, po më do këtë që ka konë eksperiencë ma e ronë që me folë para juve. Këtë eksperienca ka gjatë 4 ditë, 3 ditë jemi në gjitë edhe 1 ditë jemi këty. Këtë rrugtimi jonë, eca me çanta deri në 20 kg, që i vjen 1/3 e peshës temë. Kampingur në borë edhe në gurë, ftoft, lartësia mbidetare e cila nuk e kena ditë qysh reagon trupin tonë. është paka shumë si me hecë edhe me mshin hunën me kapës të teshave, na i për mështi palta. është paka shumë e njëjta ndjenjë, një vjetë trajnim, ushtrime, 2 herë në ditë, vratim, biciklet, ngjitjen e përbjesh, yoga, meditim, mu fokusu, gjithçka në jetë, prej këtë kësaj kohë të fundit për 5 vjetë që kom bo, natyrë edhe në bjesh, ka bo me kuptu që, ose më ka bo me pranu, këtë njerës që jetojnë në këtë vend, edhe që marrin frymë, me pranu të tillë çfarë janë, pa gjykime, ma kanë shtu durimin, ma kanë dhonë dashnin, edhe ma kanë dhonë energjinë pozitive. Faleminderit.